Dhe ashtu si që pam me 4 shkurt, sot shënohet dita botërore e kancerit, një ditë që na kujton rëndësinë e ndërgjegjësimit, parandalimit dhe zbulimit të hershëm. Kjo është një sfidë që prek shumë familje realisht, por edhe një fushë ku mjekësia po sjell edhe gjithnjë më shumë shpresë. Për të folur më shumë rreth kësaj teme dhe kësaj dite të rëndësishme dhe për ta njohur më nga afër këtë sëmundje, në studio kemi onkologun e mirënjohur Ilir Ismaili. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi pas një kohe të gjatë në emisionin e mëngjesit, Ashtu. Nga angazhimet e shumta që i keni, por që prap nuk na refuzuat ftesën dhe jeni të pranishëm për të ndarë të gjitha informacionet e duhura me publikun. Atëherë, doktor, çfarë simbolizon personalisht për ju kjo ditë, duke ditur që kanceri mbetet një nga sfidat më të mëdha shëndetësore në mbar botën, ndërsa ju jeni ajo shpresë, ju dhe kolegët tuaj kuptohet, jeni ajo shpresa e vetme për gjithë pacientët. Po, dita e sotme është ditë në të cilën të gjithë ne së bashku, duke filluar ju si mediume, ne si profesionistë normalisht të lëmive të caktuara në onkologji, do të japim kontributin tonë në vetëdijsimin e popullatës, gjithësisht duhet të jemi si katalizatori i popullatës që të kemi një popullat më të shëndetshme, një popullat kuruese, gjithësisht një tretman të mirëfillt, të ri dhe normalisht mbi gjithashtu jeta e pacientit. Po, sot është dita 4 shkurti, dita në të cilën është ditë e cila në bazë të unitetit botëror për trajtimin e karcinomave është vendosur në Francë në rreth viteve 2000, është vendosur që kjo ditë për shkak se normalisht për të bërë një ditë e tillë, normalisht që kanë marrë të dhëna dhe është parë që kohëve të fundit, le të themi në atë kohë, që karcinomi ka marrë një hoftë të madh, gjithsesi kemi pas raste shumë të reja të paraqitjes së karcinomeve të ndryshme, vdekshmëri të lartë dhe normalisht ka erdhur diku janë takuar domethënë gjithë bota që duhet bëjmë diçka rreth kësaj problematike dhe në vitin 2000 vendoset që kjo ditë të jetë ditë e sensibilizimit, ditë e vetëdijsimit, dita në të cilën domethënë duhet të japim efortin tonë që të ndikojmë në popullatën gjithsesi pikë së parë tek pacientët, të ndikojmë që ata të kenë një vetëdijsim të tyre për paraqitjen tek mjeku për simptomat të ndryshme të cilat mund të çojnë drejt zbulimit të karcinomit. Po, një iniciativë mirë e bërë sepse jo vetëm 4 shkurt, ne çdo herë duhet të jemi të informuar për këtë sëmundje, duhet të sensibilizohemi, duhet të mbështesim gjithë ata që janë të prekur me këtë sëmundje, kuptohet të paktën moralisht, nëse jo për të ndihmuar më shumë, sepse ju jeni ata forca më e madhe për të kuptohet. Sa është e rëndësishme që të flitet publikisht, doktor, në këtë rast? Flasim për vendin tonë në këtë rast. Jo edhe vendi jo, domethënë sëmundjet kancerogjene në përgjithësi janë sëmundje, domethënë të jemi të sinqertë, domethënë nuk ka send më të rëndësishëm se jeta. Domethënë mbi gjithash jeta, këto sende të tjera nuk mund të themi dhe nuk ekzistojnë. Onkologjia, gjithsesi karcinoma, domethënë është sinonim, e kemi idenë sinonim çfarë është fjala, domethënë gjithnjë kur themi karcinom do vdesë pacienti, njeriu, familjari e kështu me radhë. Jo, nuk ndodh ashtu. Janë mitet më të shpeshta që i dëgjojmë. Jo, nuk është ashtu, për fat të mirë, domethënë, shkenca ka arrit nivel tepër të lartë në kohët e sotshme. Kemi trajtim të mirëfillt, kemi jetëgjatësi, biles kemi edhe mjekim të sëmundjeve të karcinomave të ndryshme. Po, në Maqedoni ekziston ende stigma, le të themi ai mendimi vrazhd i lidhshmërisë së vdekshmërisë me emrin e të ashtu quajtur sëmundje kancerogjene. Sa ne si popull jemi të ndërgjegjshëm dhe sa jemi të informuar rreth kësaj sëmundjeje? Po, për fat mirë. Sa duhet në këtë rast t'i besojmë edhe internetit, troç po e themi. Dëgjoj, interneti për fat mirë edhe inteligjenca artificiale, shqyr që janë shpikur. Sinqerisht domethënë, ato më besoni që na ndihmojnë edhe neve si mjek në backgroundin tonë, në zhvillimin tonë profesional. Domethënë gjithçka, do të kemi idenë që gjithçka në botë, domethënë shpiket për të mirën dhe për lehtësimin në përgjithësi. Mirë, po normalisht duhet të kemi idenë që për të marrë një informat nga një institucion, për ndonjë sëmundje të veçantë, normalisht pikë së pari duhet kemi njohuri të bazë.
le të themi, domethënë, të kemi një uri të bazë për atë problematikë që pastaj të kemi mundësi të lexojmë dhe të dal ngadalë të kuptojmë problematikat e tilla. Të them diçka interesante, për shembull, gjatë edukimit tim profesional, unë kam qenë një pjesë në Tokyo, në Japoni. S'ka lidhje, edhe gjem që më lanë diçka për shtypje, domethënë, Japonia është një vend në të cilën teknologjia, domethënë, janë këtë botë tjetër, po s'ka lidhje. Ajo desha të them te një profesor, domethënë, kur i morëm në shkrimet në fund, shkruante deri këtu vlen interneti. Deri te dera. Në atë konceptin që më besoni që të dhënat ne që i marrim si profesionist, domethënë janë të dhënat tepër të sigurta, tepër të vërtetuara, të cilat nuk mund të marrë popullata. Të studiuara ndryshe dhe jo që... Ato informata domethënë janë të koduara, jo çdo kush mund të marrë ato informata, mirë po interneti është një piknisje nga e të cila mund domethënë që kemi idenë për në të ardhmen se çfarë mund presim me kështu me radhë. Mirë po nuk janë të detajuara. Po, informacionet e përgjithshme po, por të detajuara në këtë rast. Nuk janë, domethënë më besoni që jo që nuk janë të detajuara, se për shembull tash sfundi, domethënë i kishim biletet në mbledhje që i mbajnë, domethënë kemi problematik për shkak se vjen pacienti do bëj një search aty në inteligjencën artificiale dhe si preparat, domethënë inteligjenca artificiale domethënë gjithnjë i jep të dhënat më të reja dhe ai do të hapë preparatin e parë i cili nuk përdoret le të themi as në Evropë, përdoret në Amerikë. Dhe më njëherë kërkon pacienti, jo unë e dua këtë preparat. Domethënë nuk ka logjik, procedura e trajtimit është krejtësisht ndryshe. Nuk ka mirë, duhet të bazohen domethënë në të dhënat e mjekut se çfarë thotë dhe pastaj ideologjia apo bashkëbisedimi me pacientin për më të qetë për trajtim. Kuptohet. Doktora, ka raste të reja të diagnostifikuara viteve të fundit, si që ndron statistika numri të prekurve në Maqedoninë e Veriut? Po, për sa përket numrit të prekurve, domethënë statistikat e fundit janë nga Instituti i Epidemiologjisë, të cilën sinqerisht desha të them disa fjalë shumë të mira për të, ka bërë një punë frapante, një punë shumë të madhe ka bërë kohëve të fundit dhe ka arritur domethënë deri në vitin 2022 i kemi statistikat e fundit që është një hap tepër i madh për shtetin dhe për normalisht për mjekësinë në përgjithësi. Vitin 2022 statistikat e fundit që i kemi, domethënë në Maqedoni kemi pasur rreth 7500-7400 raste të reja të diagnostifikuara me karcinom në shtetin tonë. Është numër tepër i madh. Shumë dakord jam, është numër tepër i madh. Mi po ky është numri, domethënë gjithnjë, siç thotë një shoku im, domethënë matematika asnjëherë nuk gënjen. Në atë këto janë numra, domethënë nuk kemi çfarë. Statistikat e ardhshme kur do jenë pastaj me që të fundit në vitin 2022. Këto janë shumë të reja, asnjë shtet fqinj nuk i ka këto statistika, ato i kanë në vitit 1990. Domethënë t'ja keni idenë, domethënë statistikat adekuate varet nga forcimi i sistemit shëndetësor. Domethënë për fat mirë kohëve fundit në Maqedoni kemi pas një qasje më pragmatike, një qasje më të drejtë ndaj këtyre problematikave dhe kemi arritur në domethënë statistika të mirëfillta. Për shkak se gjithë shtetet përreth që i kemi ato i marrin statistikat nga Globocan. Globocan është nga organizata shëndetësore botërore, domethënë. Unë mendova që çdo 4 vite i kemi statistikat. Jo, kjo është shumë i mirë, domethënë kemi si 2023, 2024, domethënë këto statistika nuk i ka asnjë shtet që i kemi, domethënë, se për shkak se edhe mbas statistikave ne bëjmë edhe punime shkencore, domethënë ja kemi idenë edhe rrugëtimin për shembull dhe trajtimin të pacientëve, pacientëve për shembull, nëse ke një pacient, le të themi, një karcinom të një organi, për shembull ke 5 pacient vind, ndërsa të një organi tjetër ke 200 pacient vind, mbas statistikave ti dhe tretmanin do ta marrish më shumë tretmane kështu me radhë. Domethënë janë shumë sende të mira, domethënë një lavdat për institutin që ka punuar sigurisht dhe sinqerisht domethënë ka fascinuar, domethënë jemi në atë profesion dhe ja kemi idenë domethënë mungesat po sinqerisht jashtëzakonisht mirë. Doktor, nëse flasim për llojet e kancerit në vendin tonë, cilat janë llojet më të shpeshta në këto statistika që vetëm i keni? Karcinomi në përgjithësi tek njerëzit ndahen pikë së pari për shkak se kemi 2 gjini, mashkullore dhe femërore, dhe normalisht çdo gjini e ka atë probabilitetin dhe faktorët e riskut për paraqitjen e sëmundjeve të ndryshme në organizm. Duke filluar nga kjo, le të themi do t'japim përparësi gjinisë femërore, tek gjinia femërore, domethënë numër 1, domethënë ka dominuar dhe dominon karcinomi i gjendrës së gjirit, pastaj kemi qafës së mitrës, pulmoneve, lukthit e kështu me radhë. Për sa përket gjinisë mashkullore, dominon domethënë karcinomi i lukthit, pulmoneve, lëkurës, prostatës e kështu me radhë. Edhe atë do t'ja kemi idenë domethënë që karcinomi për t'u paraqit nuk paraqitet me njëherë, mirë po është probabiliteti i vjetërsisë. Do thënë, sa më shumë që të mplakena që të kemi vite, probabiliteti paraqitjes së sëmundjeve malinje do të jetë më i madh. Cilat janë ato shenjat e para kur pacienti nuk duhet ta neglizhojë vizitën te mjeku?
Apo varësisht nga lloji i kancerit? Po, gjithnjëherë varësisht nga lloji i karcinomit, po duhet që kemi idenë që karcinomat, tumoret në përgjithësi, malignomat në përgjithësi nuk kanë simptome të mirëfillta dhe nuk kanë shkaqe të mirëfillta. Por sa përket simptomeve në përgjithësi, domethënë që i hasim në çdo ditë, domethënë këtu qëndron ai pragu pse pacienti nuk paraqitet tek mjeku. Duhet të kemi një kulturë shëndetësore, për fat mirë shteti jonë ka, për shembull, ato që një herë në vit që na çojnë institucione, domethënë kontroll sistemik që bën. Domethënë ato janë shumë të mira për shkak se shumica e sëmundjeve maligne nuk kanë simptome. Le të themi më thjesht thënë, për shembull, nëse ke le të themi një tumor 2 cm në pulmone, po tu paraqit simptomet duhet shkojë 6 muaj, 8 muaj, një vit. Mirë, po nëse ke një tumor 2 cm në truaj, simptomet i ka të menjëhershme. Pra domethënë simptomi ekziston, nuk duhet ta neglizhojmë, po jo gjithnjë është i pari. Domethënë duhet t'ja kemi. Unë do të kisha thënë që çdo ndryshim jo normal në organizëm, domethënë çdo ndjenje jo normal në organizëm, domethënë çdo diçka e cila nuk ka qenë më para është simptom i cili duhet të na çojë tek mjeku për paraqitjen. Pastaj hyn ato ndryshimet, le të themi, tek gjendra e gjirit, ndryshime të ndryshme siç janë tumefaksione të ndryshme. Po ato që shihen më vetë ato të prekshme, ato janë krejtësisht punë tjetër, domethënë sepse duhet të paraqiten tek mjeku. Qartë. Po moshat e reja, doktor, si janë statistikat me moshat e reja në krahasim me vitet e mëparshme, një dekadë më herët ose 2 dekada më herët? Për fat keq kemi paraqitje të moshave të reja, dhe bile shpeshherë themi që edhe ai pragu i sëmundshmërisë është ulur për fat keq. Kemi edhe në moshat e reja të cilat sëmuren me sëmundje të ndryshme maligne në përgjithësi dominon lukthi dhe gjiri. Lukthi dhe gjiri janë domethënë sistemi i tretjes. Trajtimi është më i lehtë krahasuar me llojet e tjera të kancerit? Çdo karcinom ka trajtimin e vet. Për fat mirë, domethënë shkenca ka arrit shumë lart, domethënë çdo karcinom ka trajtimin e vet. Prandaj domethënë duhet para se më erë këtu unë do të kisha folur diçka që e shoh më të arsyeshme që ta themi, më thënë faktorët. Domethënë duhet të kemi idenë që për paraqitjen e sëmundjeve maligne nuk ka shkaktar të mirëfillt, mirë po kemi faktorë të cilët kanë indikacione paraqitjen e sëmundjeve maligne në përgjithësi. Prandaj faktorët asnjëherë nuk duhet t'i neglizhojmë. Jo kot shtete të ndryshme, po tash ka filluar edhe shtete jo, domethënë jo kot duhani është i ndaluar, jo kot alkooli është i ndaluar, obeziteti. Tash mënyra e ushqimit kohëfundi është trendi, domethënë piramida na ndryshoi. Tash është domethënë mënyra e të ushqyerjes, aktivitetet fizike, domethënë këto jo kot i kanë menduar, domethënë jo këto janë faktorë bazë të cilët ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve maligne tek organizmi. Gjithashtu edhe stresi. Domethënë janë procedura, janë faktorë të cilat sinqerisht ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve maligne në organizëm. Padyshim. Sigurisht që stresi vetëm është e njohur, jo vetëm për kancerin, por për shumë sëmundje, kuptohet, është një faktor kryesor apo kyç për çdo sëmundje. Po në moshat e reja, nëse paraqitet për shembull këto 2 lloje të kancerit që sapo i përmendët, sa kohë gjatë trajtimit, doktor, sepse është e rëndësishme edhe kjo. Tash për sa i përket trajtimeve, tek ne në onkologji trajtimet, domethënë për fat mirë, janë multidimensional, multioperativ dhe multiklinika, përzierje të shumë klinikave. Këtu do le të themi për shembull nëse flasim për karcinomin e gjendrës së gjirit, karakteristik për shembull për karcinomin e gjendrës së gjirit, do të thënë pacienti tek pacient në qoftë i ri, qoftë në moshë, do të thënë trajtimi fillestar, do të thënë duhet të jetë kirurgjik ose me kimioterapi. Ka 2 trajtime të bazë. Pse i themi këto? Për shkak se shpeshherë tash trend dhe kohëve të fundit, domethënë inovacionet të cilat i kemi në onkologji për karcinomin e gjendrës së gjirit, një herë fillojmë me kimioterapi, japim kimioterapi që si afinitet e ka zvoglimin e tumorit, që mos bëjmë pastaj nxjerrjen e komplet gjendrës së gjirit. Ajo është një e mirë për shkak se pacientët të cilët trajtohen tek ne, si zakonisht pacientët me karcinom të gjendrës së gjirit, pas operacionit, edhe pse shkon puna shumë mirë, ato kanë probleme emocionale, depresione kështu me radhë dhe futen në një depresion tepër të thellë, pastaj, do të thënë, tërë jetën e kalojnë në atë emocion. Pse e futen? Për shkak se ato e humbin një organ femëror. Siç është gjendra e gjirit dhe pastaj ato në kalimin e kohës edhe dikush kush nuk e din që ajo ka bërë operacion, ajo e ndjen gjëja si çdo kush e din dhe atë punën femërore ka humbur dhe pastaj hyn në depresion. Dhe çfarë është pikë? Tash është pikë që këto tumoret me anë të kimioterapisë i zvoglojmë, që operacioni mos nxirret komplet gjendra e gjirit, po vetëm tumori të nxirret. Dhe pastaj mbas asaj fillon edhe trajtimi mirëfillt. Për fat mirë, si për lukthin apo organet tjera të karcinomave, për fat mirë domethënë trajtimi shkon pikë së pari
operativ me anë të kirurgjisë, pastaj kemi histopatologji mbas kirurgjisë, mbas histopatologjisë jepet PTNM klasifikacioni, mbas klasifikacionit bëhet edhe trajtimi me kimioterapi, tash kohëve fundit ka dalë edhe imunistohemia, domethënë vashmëria hormonale e tumorit, pas imunistohemisë, pas tash kemi edhe më të reja, domethënë gjenomike, tretman imunoterapi, target terapi, terapi biologjike, kemioterapi, hormonoterapi, domethënë kemi një palet të madhe të tretmanit që t'ja mundsojmë pacientit, domethënë jetë të mirëfillt, komode dhe normalisht një gjatësi të gjatë. Që do të thotë pacientët nuk e kanë më të nevojshme të udhtojnë jashtë shtetit. Për fat mirë jo. Kur flasi sinqerisht domethënë me këto që përmendet realisht janë kushte që më besoni që për sa i flas onkologjisë, domethënë në vendin ku punoj, domethënë më besoni që ne jemi lider në region, duke filluar. Nuk e di a e dini që pacientët e Shqipërisë vinë tek ne trajtohen për brakiterapi. Pacientët e Kosovës vonë tash kanë filluar me brakiterapi. Deri ka pjesë Bujanov, Medveç, pjesa e Serbisë, domethënë ne jemi lider për disa tretmane. Biles para 7 viteve ne kemi qenë edhe lider në Ballkan për brakiterapi, për një tretman karakteristik për karsinomin qafës së mitrës. Domethënë për sa i përket trajtimeve biologjike, imunologjike dhe target terapisë, ne e kemi paletën më të mirë, do të kisha thënë edhe në Evropë. Për shkak se në Evropë për të marrë një trajtim duhet të kesh sigurim specifik për atë trajtim. Dhe sa tek ne në Maqedoni nuk kanë, vetëm duhet të kesh domethënë normalisht libresë shëndetësore, ndërsa tretmanin mund ta marrësh domethënë paletën më të madhe të tretmaneve në bazë normalisht të indikacioneve duhet jepet ose nuk duhet jepet tek ai pacient. Qartë. Përmendëm edhe diçka dusha të them, ka një të mirë domethënë gjithçka në onkologji që vjet pa pagesë është. Domethënë pacienti tretman mund të kushtoj shumë mijëra euro, domethënë nuk len as 10 dinar nuk len. Biles edhe laboratori. As terapia asgjë nuk paguhet, domethënë gjithçka është pa kosto tek ne në onkologji. Po për persona që vinë nga Kosova, Shqipëria dhe shtetet fqinje? Ajo është procedurë tjetër, është procedurë bankare. Edhe gjithnjë tek ne pagesa bëhet në bankë, nuk kemi domethënë ne lidhshmëri me transaksion me spitalin, është shumë e rëndësishme. Doktor, përmendet edhe çështjen e depresionit që ndodh shumë shpesh te gjenia femërore. Po sa klinika e onkologjisë përkrah dhe mbron këto gra apo këto vajza që janë të prekura me anën psikologjike? Sa i ka psikolog të angazhuar klinika juaj? Ashtu, edhe me ligj domethënë, edhe me ligj kudo në botë, por edhe tek ne domethënë, patjetër që çdo klinikë onkologjike e cila merret me trajtime të tilla duhet të ketë një psikiatër ose psikolog. Tash për fat mirë kemi tek ne një psikologe, mirë po mund ta paramendoni për shembull në ditë ne kemi rreth 250 pacientë të cilët marrin terapi. Por jo të gjithë ndoshta e kanë të nevojshme. Jo, e kanë, besom që e kanë të nevojshme. Dëgjoj, hyn në lëkurën e pacientit një herë, paramendo të thotë dikush ke karcinom, ndërsa lidhja e karcinomit të trurit shkon me vdekje. Normal. Problem është. Domethënë edhe si mentalitet e kemi këtë problematikë. Se perëndrimi ka më ndryshe, për shembull, perëndrimi atje mjeku direkt ta thotë që ke karcinom, do jetosh edhe 6 muaj, është jo normal, nuk do të kisha thënë proces normal, por është tek ne është problematik pak. Se një herë do hyn burri, thotë mos i tregon gruas, hyn djali, thotë mos i tregon nënës, hyn gjyshi, thotë mos i tregon. Sa për juve është e vështirë, doktor? Është problematik. Domethënë qasja është problematike për shkak se duhet të kesh iden një herë me çfarë intelekti të pacientit punon, çfarë background intelektual ka, që të kesh mundësi në të shprehurit dhe shpjegimin e preparateve. Se domethënë, se shpesh herë për shembull pacientin kur nuk e din për shembull se çfarë smundje ka, ai duhet marrë le të themi 6 deri në 8 cikluset kimioterapis, do thotë ai këtë herë nuk shkoj se unë mirë jam të shëndoshem. E ndjen veten mirë. Edhe mirë ndjen vetë se nuk e ka idenë që ai duhet të marrë patjetër 8 cikluse, se e bën lidhshmërinë me smundje tjera të shëruese. Nësa kjo është protokoll ndryshe. Ka pas raste të tilla? Po, shumë raste kemi. Shumë raste se nuk le të themi 30-40% nuk e din pacientët. Dhe nuk, do me thënë, sipas saj nuk duhet të ndërpritet terapia. Jo, nuk duhet asesi terapia, do me thënë. Edhe nëse fillon gjendja të stabilizohet, prap nuk duhet të ndërpritet. Ka një fat të mirë, do me thënë, gjithashtu edhe Maqedoni në shtetin tonë ku jeton, do me thënë, onkologjia punon në bazë protokolleve botërore. Ne nuk mund të japim një tretman në të cilën nuk e jep bota. Do me thënë, çka kemi ide, nuk i kemi shpik ne ato. Ajo janë protokollet të verifikuara, ajo quhet NCCN, Agjencia Atomike e Vienës i vendos këto protokolle, kështu që ne kemi në bazë të cilët ato
e kam parapar dhe menduar që do e qepet. Normalisht kemi ato hapësirat ne të i shtyjmë tretmanin kur kemi komorbilitete tjera, domethënë kur pasqyria e gjakut nuk është mirë apo ka ndonjë problematik tjetër, normalisht 1-2, okej, mirë, po kur pacienti nuk e din, nuk është serioz ndaj trajtimit, nuk jam kupton çfarë kur kam fjalë. Ti kur nuk e din për shembull një problem, çfarë problemi serioz ke ti, pastaj je më neglizhent. Ndërsa kur e din seriozitetin e problemit, ke qasje më serioze, qasje më normale. Po. Nëse flasim për trajtimin dhe parandalimin, sigurisht që duhet edhe kontrollet e rregullta. Nga cila moshë, doktor, realisht duhet të fillojmë kontrollet e rregullta? Po, për fat mirë, domethënë këtu do ta kisha lidhur shteti jon, do të gjithë një flas, kemi programin ashtu quajtur screening programa. Ka funksionon, biles unë jam në bordin e screening programave, domethënë është program në të cilën Ministria e Shëndetësisë në të gjithë qytetet e Maqedonisë, domethënë të gjitha gratë, le të themi mbi moshën 40-45 vjeçare, i thirr me telefon që nesër do të shkosh ke terminin në ora 12, le të themi, në qendrën universitare Tetov, në departamentin rentgen që ta bësh njëherë dhe mamografi. Domethënë, këto janë shëndet shumë mira. Shtetet përreth nuk i kanë këto. Sinqerisht nuk i kanë, as Kosova, as Shqipëria nuk e, për Serbinë nuk e di, domethënë. Janë për shkak se le të themi screening programa kemi për karcinomin gjendës së gjirit, qafës së mitrës, prostatës dhe të luktit, duket. Këto janë screening programa të cilët çfarë quajmë screening program? Screening program quhet domethënë merret një populatë e cila nuk ka simptome. Domethënë se ti nuk duhet të kesh simptome. Domethënë merret një populatë, le të themi një lagje sot Tetovës, të gjithë gratë do thirren, doja të caktojnë terminet, ato gratë do vinë kontrolle pse nuk ka simptome. Gjatë atij kontrollit do të shihet që ndonjëra nga ata ka ndonjë ndryshim malinje, themi që domethënë kemi shpëtuar një grua, domethënë në atë konotacionin. Por sa janë të ndërgjegjshëm, sa realisht problemi është, domethënë kudo është problem. Sinqerisht domethënë tash dola për të me profesionin të cilin e kemi qasje shumë në përbot, domethënë kemi follow up, domethënë kemi bërë shkollime në për të gjithë botën. Kudo janë këto probleme? Do besoni që kudo, për shembull atë ditë nuk do ketë ndodh për shembull pacienti në shtëpi, nuk e ka pas celularin, nuk vin ka një, domethënë ekzistojnë këto problematika, mirë po për fat mirë në Maqedoni shohim një rritje të sensibilitetit vetëdijësimit të popullatës për të paraqitur në screening programa në kontrollet të cilat i thirrën Ministria e Shëndetësisë. Më besoni dhe shumë janë të interesuar. Por shkak se ju me diume tash keni filluar domethënë ato procedurat për shkak se unë mund të jem shumë i mirë profesionist. Mirë, por në qoftë se nuk e kam një medium i cili ka afinitetin të hyjë në çdo shtëpi, asgjë s'kam bërë. Shumë e vërtet. Dhe një ndër shkaqet dhe pse erdha, më beson që shumë punë kisha sot. Një ndër shkaqet ishte kjo që fal Zotit që jeni të vetëdijshëm, do të thotë të hyni në çdo shtëpi, ti vetëdijsoni se duhet ta bëjnë këtë. Do thonë, një nga sot për shembull një grua të shpëtojmë është shumë sukses i madh. Vetëm me këtë emision. Doktor, më intereson edhe bashkëpunimi me mjekët të tjerë në vend edhe klinikat në vend dhe jashtë vendit, si qëndron? Kemi bashkëpunim shumë të mirë kemi. Për shembull, për ndonjë pacient të caktuar. Po, kemi. Në përgjithësi bashkëpunimi jonë, domethënë, për shkak se qendra klinike universitare në Shkup Onkologjia është ndarë në departamente. Është departamenti, le të themi, i kokë qafës, i traktit gastrointestinal, i prostatës, e kështu me radhë, i gjendrës gjirit, ku dhe unë jam udhëheqës departamentit, domethënë ne kemi komunikim më të shpesht, çfarë do të them, pastaj kemi edhe borde trajtimi. Kemi domethënë komunikim të shpesht le të themi me kirurgët torakal. Për shkak se me që jam në departamentin e gjirit, mua më intereson për shembull pacienti, çfarë operacioni ka bë, mënyrën se si e ka bë, kur do ta bëjmë edhe shpeshherë kemi atë biles me kolegët e departamentit torakal shpeshherë më shumë dëgjohen se sa shikojnë. Është kjo një zinxhir, një punë ekipore që duhet e patjetër, edhe biles kemi borde, domethënë borde onkologjike quhen, ato domethënë shkojmë tek ato, sa ata vinë tek ne për pacientë të ndryshëm dhe diskutojmë mënyrën e trajtimit të pacientëve. Domethënë ekzistojnë këto varianta, jemi në punim, asgjë nuk është perfekte, domethënë nuk ka perfeksion. Perfeksion biles shpeshherë flasim domethënë mjekësia nuk është ligj. Në libër për shembull mund të shkruaj një tretman i tillë, në praktikë është krejtësisht ndryshe. Dhe prandaj domethënë mundohemi në vazhdimsi, po ndonjëherë edhe bëjmë ndonjë neglizhim të vetëdijshëm për të mirën e pacientit. Se për shembull në qoftë se fillojmë me rregulla, kur themi shpeshherë me rregull, nëse termini pacienti i ka nesër, mirë po e prish vetura s'ka ert. Unë pas nesër nuk kam drejt ta pranoj. Mirë po çfarë bëjmë ne? Përsëri do ta pranoj se po fjalë për njeriu. Bëhet fjalë për si logjik. Dhe prandaj ndonjëherë ligji anashkalohet, mirë po flas gjithnjë për të mirën e pacientit, jo për diçka tjetër. Padyshim. Cila është pjesa më e vështirë, doktor, e të qenit onkolog? Pjesa më e vështirë është sigurisht edhe shumë të tjerë u parashtrojnë këtë pyetje.
shumë njerëzore, domethënë, do ta them, pjesa më e vështirë kur pacienti qef në sy. Dhe ti së nja thua të vërtetën. Mundohesh ta bindish kur kemi trajtim të mirëfill, mbas të dhënave, domethënë mbas të gjithë analizave, kam një pasqyrim që do të shkoj mirë puna, e kam më të lehtë. Domethënë, po kur e ke pasqyrimin, domethënë, ja kam idenë se nuk do na shkoj puna mirë, e të sheh në sy. Kanë disa sy karakteristik të ndjeshëm, edhe tash ti duhet t'i thuaj diçka. Që din të lexojnë, Besoj që të lexojnë. Domethënë, mimika, fytyra kanë një afinitet, edhe kanë disa sy ngjellor kur të shohin është problematik ti tu thuash diçka tjetër në bazë të realitetit. Është problematik, besoj që mirë kaloj me pacientët. E tillë është jeta, s'kemi çfarë bëjmë ndonjëherë. Cila do të ishte këshilla dhe mesazhi për gjithë ata të rinj që duan të studiojnë këtë fushë? Onkologjia, sepse është një ndër fushat më të ndjeshme. Më të ndjeshme. Përveç se është një ndër fushat më të ndjeshme, është një fushë, domethënë, në të cilën mund ta prekish realitetin për jetëgjatësi ndaj pacientit. Shumë mirë e thatë. Mund domethënë je diçka mes perëndis, se aty nuk munden ne, jenë mes perëndis dhe pacientet të cilët mund t'i ndihmosh si në jetëgjatshmëri dhe në që atë pjesë të jetës ta kalojë më komod. Është problematike, ka një të mirë onkologjia përveç anës emocionale, ka një të mirë onkologjia për shkak onkologjia dhe radioterapia, se së bashku ne kemi si specializim, është shkencë relativisht e re. Dhe më besoni që është shkencë në zhvillim rapid, se kohëve fundit, siç e dim domethënë, gjithë e kuptuam që jeta është mbi gjitha, dhe tash investimet më të mëdha e bëhen në këtë deg që të kemi një jetëgjatshmëri më të gjatë. Dhe inovacionet që janë në onkologji, biles shumë kolegë edhe nuk ja kanë ide se çfarë janë për shkak se aq shumë zhvillohen. Biles preparate të cilët kanë dalë vjet, si mjet janë të vjetëruara. Ndërsa kemi deg të tjera të mjekësisë, përdorin këtu 20 vite preparate dhe shumë të mira. Domethënë inovacion, domethënë nëse dikush ka dëshirë të ketë atë inovitetin, të ketë dëshirë me kohën, me teknikën posaçërisht, për shkak se ne punojmë me radiation terapi, me terapi radiacionale, 3D conformal radiation therapy, e cila është inoviteti më i madh në botë. Do thosh teknologjia më e madhe në botë. Është më e lehtë pastaj kjo edhe për të rinjët, ata që e përcjellin. Ato që kanë qef teknikën, më besoni që sendet aq shumë janë të avancuara. Besoj dhe mund ta përmbushin edhe më tepër tani. Këtu kisha fjalë, edhe për shembull gjenerata e cila dolën në pension, profesorët tanë nuk ishin të avancuar, ato ishin shumë mirë në profesion. Mirë, të kohës vetë, tash ka ndryshuar koha, edhe inteligjenca artificiale, edhe teknologjia ka avancuar. Për shembull, le të themi, a dini se shtetet fqinje tash kanë filluar, Maqedonia që 3 vjet, 4 vjet ka PET CT scan. PET skeni, domethënë pozitron emission tomografi, ka afinitet që qelizën malinje ta zbulojë, smundjen malinje që në qelizë. Domethënë ende nuk u formu tumori, ka afinitet ta zbulosh. Domethënë teknologjia në onkologji me bum shkon para. Prandaj të rrit besoj që janë të interesuar për këtë variant dhe ta marrin si specialitet onkologjin, do të kisha preferuar. Doktor, meqense nuk na premton shumë koha, unë nuk dua t'ju vonoj edhe juve, sepse e di që ju presin pacientët atje. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që datë këtë mëngjes së bashku dhe na përquat këto informacione deri tek shikuesit tan, por edhe deri tek ne, se bashkë të gjitha nuk i kisha ditur që kaq shumë ka përparuar, domethënë klinika e onkologjisë në Maqedoni dhe që është një nivel me edhe klinikat e Ballkanit dhe Evropës, ashtu siç e thatë, Evropës. Jo, para Ballkanit. Para Ballkanit. Sinqerisht. Brava. Urojmë që të ulet numri i të prekurve me kancer, sepse nuk e keni të lehtë edhe ju, nuk e kanë të lehtë pastaj edhe ato që janë të prekur, por edhe familjarët e tyre, kuptohet. Urojmë që të flitet sa më shumë për këtë ditë, por që të ulet numri, ashtu siç e thash. Të shpresoj. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi.